titullin këtë dunja, me arrit diçka. Le tjetë ambicia jote që të arrish titullin njëfësi Allahut. Sot këtë titull s'paguat, as s'ka diploma që shpëndan për këtë punë, po të pagun Allah jo më në kjama. Andaj projekti jëtë është qëli, unë dua që të bëhem njëhës i Allahut, ta njëhës Zotin tem. Ibn Qayyim rahimullah, shkurtimisht ta shpalos për mes disa pikave, qysh ki mundësi të bëhesh njëhës i Allahut. Dhe çdo pikë le tjetë projekt në veti që ti e synon çdo ditë arritjen e tij. Dëgjoni çka thotë Ibn Qayyim rahimullah. Thot nuk cilësohet me dituri asnjë njeri përveç ai që e njeh Allahun azza wa jall. E njeh rrugën që çon tek Allahu xhallahu ala dhe i njeh rreziqet në këtë rrugë. Që kjo e dishëm. وله حال من الله تشهد له بالمعرفة dhe ai ka do gjendje që kalon do shaja që shije se kjo një Allahu azza wa jall. E qyshëm këto shaja mos melon punën e shka për dert. Thot Ibn Qayyim rahimullah fal arifu huwa arif bi ma'rifa. Don ai që e njeh Allahun azza wa jall është ky njeri. I ka përmend Ibn Qayyim rahimullah 8 kushte. Don projektin kur të bësh një si Allah të projekti kryesor, tani ki nën pikat atje, që i vendos, që të pika vendosër. Jetë em duhet që zban me do për kësë dunjaje, pa i realizu që të apëtën. Sa të realizosh për i kësaj, e arrin titullin një si Allah. Dhe sa të një Allahun, qa që dhe në Allahun azugjer. Kush është ai që një Allahun gjallahu ala? Thati Ibn Qayyim rahimullah. I pari, kushti i parë, me njoft Allahun me cilësitë dhe me emrat e tij. Don me njoft emrat e Allahut dhe cilësitë e Allahut xhallahu ala. Me njoft kur është Ar-Rahman, çka Ar-Rahman? Ar-Rahim. Sa të njohësh për kësaj, sa të njohësh për cilësive, çka që një Allahu xhallahu ala. Dhe ky është kushti i parë. I dytë dhe Ibn Qayyim rahimullah, sidqullahi fi muamalatihi. Të jesh i vërtet në raportet me Allahun azza wa jall. Çka i bën që i vërtet me Allahun xhallahu ala? I bjen që të përcjell vazhdimisht ndjenja se Allahu të njeh më mirë se që ti një vetën tonë. Andaj mos u shtir. Mos u shtir para Zotit. Nëse ai të njeh më mirë se ti që një vetën tonë. Sikur që thot Allahu xhallahu ala, "Wa la tuzakku anfusakum." Në surën Najm. Mos e lavdoni veten, mos e pastroni veten, mos e arsyetoni veten, huwa a'lamu biman ittaqa. Ai din më së miri kur është devotshëm. Pa i mos u mashto mas lavdrimeve të njerëzve, mos u dëshpëro mas sortimeve të njerëzve, mos u lej njerëzve. Bënu i vërtet dhe i drejt në raport me Allahun xhallahu ala nga sa i të një mas mirë. Sa të kesh mundësi të arrish për i kësaj, qa që i afrosh titullin e një Zotin që kënjëri. E treta, thumma akhlis lahu fi qasdihi wa niyyatihi. Pastaj bëhu i sinqert në atë që po e kërkon tek ai. Dëshmoja se për një me e ki që dhe me hinë gjennet. Kjo punë është, kjo projekt është, kjo s'kan me sonte. Mi kalzu Allah se për një me e komene, është bajegi punë e madhe. Po unë përdojmë kjo projekt jetësor, që të përdojmë një javor. Pasaj thët Ibn Qayyim rahimullah, thummen selekha min akhlaqihi wa arradija wa afatihi. Pastaj njohësi, pas të me 3 pikave, njohësi Allahut azza wa jall zhveshet nga sjelljet e pahishme dhe të tërshme. E pastaj e pastron të mbrëmshmen nga dytësirat, nga kibri, nga vetkënaqësia, nga riaja, nga këtë dytësia që merr pastrohet. E gjashta, thumma sabra ala ahkamillahi, pastaj në atë që Allahu xhallahu ala ka caktuar për te, qoftë në begati, qoftë në sprov, bën sabër. Njohësi Allahu xhallahu ala bën sabër. E shtata, pastaj i thret të tjerët. I thret të tjerët me dituri në fenë e Allahut azza xal, duke i përdorur argumente e Allahut në këtë thirrje. Dhe është e teta, thot Ibn Qayyim rahimullah, pastaj këtë thirrje që ja bën të tjerëve, fillimisht e ka bërë vetes vet, pastaj që ja bën të tjerëve, thot Ibn Qayyim rahimullah, këtë thirrje ai e zhvesh.
e zhvesh që ti e pastër vetëm ashtu sikur se ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Lam yashubha bi ara'i ar-rijal, nuk e përzin me mendimet e njerëzve, apo wa adwaqihim, dhe me shijet e tyne, dhe përvojat e tyne, dhe testet e tyne, eksperimentet e tyne, nuk e përzin. Qështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk e mat atë me të njerëzve që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në fund thot Ibn Qayyim, mos në tetave thot fa hadha alladhi yastahiqu isma al-arif ala al-haqiqa, që ky e meriton emrin një